Të premten, KESCO alarmoi duke thënë se mund të ndodhë që të shtunën të importohet e gjithë rryma për konsumatorët në Kosovë, pasi tha se ka mungesë të theksuar të energjisë së prodhuar nga korporata energjetike. Në rastin më ekstrem, kjo do të nënkuptoj që gjithë sasia e energjisë elektrike për konsumatorët në Kosovë do të duhet të mbulohet përmes importit. Madje u bë publike një grafik ku tregohet se asnjë njësi e kekut nuk ka prodhuar energji. Mirë po këtë mohoi vetë keku duke publikuar fotografi se gjatë ditës kanë qenë duke prodhuar njësit A3 dhe B1 me gjithsej 373 MW për orë. Mirë po vetëm se nuk është bërë nominimi për furnizim, edhe pse e konfirmoi se ka probleme serioze në të dyja bloqet. Njësia B1 nuk është nominuar për shkak të vështirësive teknike që lidhen me rritjen e humbjeve të ujit në kaldaj, rrjedhjet e avullit në sistemin e gypave dhe sinjalizimin e një defekti në filtrin elektrik. KEK shtoi se B1 do të ndalë prodhimin mëngjesin e së shtunës dhe pritet rikthimi brenda 48 orëve. Për këtë situatë, sqarime nuk dha qeveria, vetëm se Ministri i Ekonomisë Artan Rizvanolli shpërndau njoftimin e KEK-ut për rikthim të njësisë A3. Mirë po, sipas gazetarit Shkelzen Dokaj, situata në KEK është e rëndë. KEK-u po bën përpjekje me rikthy në prodhim A3-shin. Për shkak se e pam dje ka ra prej prodhimin, ndërsa nuk po e dim që aty ndodh me njërin termocentrali i cili prodhon 260 MW i Kosovës A. Ky thotë se çdo problem me prodhim do të sjellë pasoja tek qytetarët. Sado që janë çmimet nga importi në bursa ndërkombëtare, atëherë do të paguajnë edhe qytetarët e Kosovës. Institucionet nuk kanë treguar sakt se sa do të jetë sasia e prodhimit të rrymes nga keku të shtunën, mirë po me shumë gjaz do të ketë nevojë për import. Çmimi në bursën hungareze të energjisë Hupex për të shtunën do të jetë rreth 120 euro për megavat.